Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka konfirmuar publikisht për herë të parë se synon të kandidojë për drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Braçe theksoi se vendimi i tij është serioz dhe se do ta çojë deri në fund këtë iniciativë politike. Unë nuk tallem kurrë me njerëzit, se kam bërë kurrë dhe nuk ka gjasë që të ndodhë me mua që të tallem me njerëzit. Asnjëherë. E dyta, po e kam seriozisht dhe do shkoj deri në fund me ju bashkërisht. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri, përfshirës dhe ku gjithë secili gjen jo veten e tij, jo thjesht jetën e tij, por të mirën e tij. Prej disa ditësh, në rrjetet sociale kanë qarkulluar diskutime mbi ambicien e tij për të drejtuar kryeqytetin. Vet Braçe sqaroi se kjo nuk është një nisëm personale apo ambicie individuale, por një përpjekje për të sjellë një vizion të ri zhvillimi për qytetin. Ai shtoi se synimi i tij është transformimi i Tiranës në një qytet më gjithëpërfshirës dhe me mundësi më të mëdha për të gjithë qytetarët. Në mesazhin e tij, deputeti theksoi gjithashtu se nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë pjesë e sjelljeve që nënvlerësojnë qytetarët, duke ju përgjigjur pyetjeve të shumta mbi seriozitetin e kandidaturës së tij.